Në rajonin nëmër 2 të qytetit të Vlorës është prezantuar nga drejtuesi politik i Partisë Demokratike, Bujar Leskaj, kandidatja për deputete Monika Hasani Oshafi dhe programi gjithashtu i Partisë Demokratike për Vlorën. Në fjalën e tij, drejtuesi politik i Qarkut Vlorë për Partinë Demokratike Leskaj ka theksuar se thelbi i kësaj fushate konsiston në prezantimin e programit të Partisë Demokratike, por edhe kandidatëve të listës së PD, por edhe Aleancës për Shqipërinë Madhështore. Listë kjo me një ndërthurje personalitetesh, intelektualësh, por edhe përfaqësues të komunitetit. Tu tek rajoni jon për të prezantuar një nga pedagogët më të mira të Universitetit të Vlorës, jo për faktin që është drejtoresh departamenti e gjuhës dhe letërsisë e universitetit, por për vetë karierën e vetë akademike, për gradën shkencore që ka doktore shkencas dhe titullin profesore asociuar, zonjën Monika Hasani Oshafi. Dhe siç u fol edhe këtu dhe ato njohuri që ne kemi, doktoresha Monika Hasani është një personalitet në fushën e saj. Gjatë fjalës së tij, zoti Leskaj ka theksuar pika nga programi i Partisë Demokratike, ku e ka cilësuar atë një program gjithëpërfshirës i cili ka në qendër individin, qytetarin, fermerin, biznesin e vogël dhe të mesëm. Është një program gjithëpërfshirës që do ta ndjej çdo qytetar, se vendos në qendër individin, qytetarin, fermerin, biznesin e vogël, biznesin e mesëm, atë biznes të madh që nuk është molepsur nga sekti Rama. Vendos interesat e qytetarëve, vendos politikat sociale, vendos minimumin jetik, por nuk është një fjalë goje minimumi jetik, 200 euro, apo që themi ne pensioni minimal 200 euro plus 20% mbi 200 euro, për arsye se nga zhvendosja që i ka bërë Rama dhe që ka parë vetëm interesat të një grupi njerëzish, rrotullti varfëria në Shqipëri është në përmasa galopante. 20% e popullsisë jetojnë në nivelin me $6 në ditë. Dhe është 40% e popullsisë që është në rrezik për varfërinë dhe këto janë të dhëna, nuk janë nga ne si Parti Demokratike, janë nga Eurostati, janë nga Banka Botërore, madje janë edhe nga Instati, Instituti i Statistikave. Kandidati tjetër për deputet në listën e mbyllur të Partisë Demokratike, Atir Doxha, ka vlerësuar kandidate Monika Hasani Oshafi si personalitet, por edhe pedagoge e spikatur në qytetin e Vlorës, si tregues i qartë që Partia Demokratike ka zgjedhur kandidatët më të mirë, më profesionist, të cilët kanë ditur të japin kontributin e tyre në fushat të caktuara profesionale. Kandidates tonë në rajonin numër 2, një zonjë të vërtet, një profesioniste të vërtet, doktoreshës së shkencave, zonjës së nderuar Monika Hasani Oshafi, është një kënaqësi të cilën tregon edhe një herë se Partia Demokratike ka ditur që në këto zgjedhje të ketë një ekip të kompletuar i cili patjetër në territor, por patjetër edhe në komunitete të jetë i përfaqësuar denjësisht me profesionistë të cilët kanë ditur të japin kontributin e tyre në fusha të caktuara të jetës së tyre profesionale dhe që sot i atashojnë Partisë Demokratike për të dhënë kontributin e tyre edhe në politikën shqiptare, për t'i dhënë asaj një fytyrë njerëzore, një fytyrë profesionale dhe për ta bërë politikën shqiptare më të pranueshme edhe për qytetarët të cilët deri dje mund ta kenë para të përfaqësuar nga njerëz të cilët janë etiketuar si njerëz që kanë shpërdoruar besimin e qytetarëve. Kandidatja për deputete, pedagoge, profesore asociuar doktore shkencash, Monika Hasani Oshafi, me një karrierë të gjatë akademike, theksoi pikat nga programi Partisë Demokratike për të rinjt, çështjen sociale, arsimin në veçanti, si fusha që përcaktojnë të ardhmen e vendit dhe për të cilat duhet të punohet fort. Në vazhdimsi të programit të Partisë Demokratike të Aleancës për Shqipërinë Madhështore, në fakt dy pararencit më ndihmuan shumë, sepse ata cekën disa prej problematikave kryesore që shqetësojnë qytetin dhe qytetarët e Vlorës, por unë, duke qenë se kontributin tim kryesor e kam në fushën e arsimit, në edukimin e brezave të rinj dhe në shërbimin social, do të përqendrohem kryesisht në problematika dhe në çështje të cilat në programin e Aleancës për Shqipërinë Madhështore i kemi çështje konkrete dhe qëllime konkrete për të realizuar. Nga takimet që kemi pasur në terren, nga takimet tona të përditshme me njerëzit, ajo çfarë vëre
më së shumti dhe që më shqetëson e më ngacmon më së shumti është gjendja e keqe në të cilën ndodhen të rinjt, fëmijët tanë, të rinjt tanë dhe brezi i tretë. Veçanërisht. Pse? Pse më shqetësojnë këta? Sepse pikërisht janë këto dy breza të cilët kanë më shumë nevojë të mbështeten. Ne jemi brezi mesëm, ne jemi brezi aktiv i shoqërisë dhe jemi ne që duhet të mbështesim fëmijët, duhet të mbështesim rinin dhe po jemi ne që duhet të mbështesim brezin e tretë.